Gjensila Myrtezaj është shprehur se aktori Besart Kallaku ka qenë mashkulli i parë për të. Në një intervistë, këngëtarja simpatike ka deklaruar se Kallaku ka qenë ai me të cilin ka humbur edhe virgjërinë, me të cilin është e fejuar. Me atë që kam bërë dashuri për herë të parë, nuk jam penduar kurrë dhe kam qenë shumë e lumtur, ka deklaruar këngëtarja. Gjykata e Tiranës, pasi ka dëgjuar kërkesat e të dyja palëve, ka vendosur që aktori i njohur t'i jap këngëtares 1.500 euro çdo muaj për fëmijët, ndërsa Gjensila Myrtezaj do të kujdeset për rritjen dhe edukimin e dy fëmijëve të tyre, Ajka dhe Amen Kallaku. Në vendimin e zbardhur, citohet se Bes Kallaku ka të drejtë të marrë dhe t'i takojë fëmijët disa herë në muaj, gjatë fundjavës, si dhe 15 ditë për pushime në muaj ngushtë, si dhe për pushime dimërore nga data 31 dhjetor deri në 6 janar. Vendimi i gjykatës së Tiranës ka hyrë në fuqi prej muajit dhjetor, 23 dhjetor 2024, ku dhe është zyrtarizuar divorci mes palëve. Pavarësisht zgjidhjes së martesës, mister mbeten arsyet që quan një ndër çiftet më i jetëgjatë të showbizit drejt ndarjes. Gjensila në një intervistë në muajin dhjetor theu heshtjen për herë të parë, ku tregoi se kriza ka nisur vitet e fundit, ndërsa fajin ja la mungesës së komunikimit. Duke theksuar disa herë gjatë rrëfimit se divorcin e kërkoi vetë ajo, Gjensila tha se i duhej të merrte vendimin më të mirë për të, Besin dhe për dy fëmijët. Kujtojmë se Besart Kallaku dhe Gjensila Myrtezaj kanë blerë një shtëpi me vlerë mbi 1 milion euro pranë kopshtit zoologjik, një nga zonat e shtrenjta të Tiranës. Në maj të vitit 2021, Gjensila Myrtezaj ka hapur një klinikë dermoestetike te liçeni i Thatë.